Përshëndetje të nderuar miq, në fillim të kësaj jave do të flasim për atë që deklaroi kryeministri Edi Rama në mëngjesin e sotëm në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për sa i përket listave, 2 ditë nga mbyllja e afatit pra e dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 11 majit. Këto zhvillime do të diskutojmë si nga kampi shumicës të opozitës me avokatin e njohur Gylçin Zhdima. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Gjithashtu drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Përshëndetje avokat. Faleminderit për ftesën. Avokat, kryeministri deklaroi që vetë mund mos jetë fare në listë e kandidatëve për në deputet. Njërisi kjo, por nga ana ligjore, a mundet kryeministri që të drejtoj qeverinë po e marrë një situatë hipotetike në mandatin e 4 pa qenë deputet? Edhe pse po Ministri dhe kryeministri kanë të drejtën e tyre të mos kenë pra mandatin e deputetit, por duhet të kenë mbështetjen e grupit parlamentar që formon qeverinë dhe normalisht edhe besimin ndaj kryeministrit. Ai që nuk mund të jetë kryetar parlamenti dhe mos të jetë deputet, pra në rastin konkret, kryetari i kuvendit duhet patjetër të jetë deputet sepse përfaqëson deputetët. Pse bën Rama këtë lëvizje? E bën thjesht sa për të zgjuar disa individ brenda Partisë Socialiste që unë po vetë sakrifikohem për fitoren madhështore të Partisë Socialiste dhe ju thjesht po pyesni për listën e sigurt. Unë kam në pikpyetje në rast se do të jem në listën e sigurt apo të hapur, madje mendoj që mos të jem fare sepse kam votbesimin tuaj dhe do të marrim votbesimin e qytetarëve shqiptar. Rama, të jemi realist, mendon qartësi për veten e tij, që do të thotë në çdo moment ose nga çdo pikpamje kuptojmë qartësi që Rama thotë edhe sikur të dalë në listën e mbyllur, edhe sikur të dalë në listën e hapur, edhe sikur mos të jem fare, unë jam në çdo moment, në çdo vend. Pra, jam kryetari i Partisë Socialiste. Pavarësisht apo jam kryeministër apo jo, pavarësisht a kam në mendjen time të bëj ndryshime kushtetuese duke bërë do thoja një goditje të pastudiuar tek kundërshtarët e mi, që do të thotë kundërshtarët e mi janë të pastudiuar, prandaj i bëj një goditje. Pra, e marrin të mirëqenë që Rama merr mandate në 80 mandate, supozojmë në 11 maj. Rama shkon bën ndryshime kushtetuese. Dhe në ndryshimet kushtetuese vetë një kriter, që personi që kandidon për president me pra të drejta dhe detyra të pushtetit ekzekutiv, nuk duhet të ishte apo mandatuar deputet në zgjedhjet e mëparshme, pra të 11 majit. Automatikisht Berishën, Metën edhe deputet të tjerë nuk do t'i ketë rival në rast të një betejë të ndryshimeve kushtetuese për të bërë në Shqipëri nga republikë parlamentare në republikë presidenciale. Për ata që studiojnë Ramën, duhet të kenë parasysh që Rama është i paparashikueshëm, sepse Rama gjithmonë ka bërë veprime dhe lëvizje që kanë qenë ekstreme. Që do të thotë, nga ndjekja e mandateve të Lulzim Bashës, Rama nuk pyetje majtas djathtas që të bëjë ndryshime apo të bëjë, do të thoja, atë që duhet, kompromis. As me zgjedhjet vendore të 2019-s. Rama vazhdoi i palëkundur dhe eci përpara dhe madje në 2021-shin i dha një përgjigje asaj kohe opozitës që unë fitova me 74 vota. Që do të thotë deklarata e Ramës është thjesht sa për me trazuar ujërat e brendshme në Partinë Socialiste, por edhe duke përcjell mesazhe që duhet të studioj kambi tjetër i cili po bëhet gati në zgjedhjet e ardhshme. Pra, avokat, ju e pat në disa aspekte, nga fakti që mund të ullë tensionet me këtë lëvizje brenda grupit, duke pas parasysh që pjesës tjetër i kërkoj që nëse atyre që janë deputet, pra burrave, nëse duan të kandidojnë listë hapur mirë, nëse nuk duan të largohen, pra ta thonë këto 2 ditë duke u vendosur ultimatum. Për gratë është duke diskutuar, nuk është vendosur akoma.
Edhe për vete ju mendoni që po e bën këtë për të ulur tensione që një dhe unë po kandidoj, apo për skenarin e presidencës më shumë? Pra, që mund ta kemi Ramën president. Unë mendoj tek rasti president, sepse Rama digjon apo më mirë është i frymëzuar nga Erdogan, pra nga Rexhepi i Turqisë. Sepse Rama gjithmonë çdo gjë që ka bërë me manualin që ka përdorur Rexhepi, pra Erdogan, presidenti turk, me kundërshtarët e tij politik, duke goditur brenda vetes njerëzit e tij nëpërmjet drejtësisë, gjithashtu duke goditur dhe opozitën nëpërmjet drejtësisë. Dhe ndryshimet në Turqi erdhën gradualisht, po me të njëjtin individ që quhet Recep Tayyip Erdogan. Që do të thotë, i njëjti manual po zhvillohet edhe në Shqipëri, sepse 500 vite vëlla nuk janë një vit. Mentaliteti nuk mund të ndryshojë nga sot në nesër. Dhe unë mendoj që Rama ka skanuar popullin shqiptar në raport me sjelljen e vëllezërve tan turq. Se në rast se ti ndon të bësh politik, duhet të skanosh historikun e së shkuarës që të vish tek e ardhmja, edhe te e tashmja. Që do të thotë, Rama në mekanizmin e tij politik dhe manual të atë çfarë ai bën, e bën ashtu siç e ka bërë dhe e bën aktualisht presidenti turk. Dhe ai ka të njëjtën problem me opozitën, por si ka